Mirë, kjo ka qenë një tematikë e cila në fakt është shumë shqetësuese. Me të dhënat që morëm në studio doli në pa, le të themi që përfshirja e të miturve edhe në mosha që 6 vjeç nuk do e kisha menduar asnjëherë. Flori është shumë shqetësuese dhe shpresojmë që të bëhet këmban alarmi, pse jo, për të marrë masat e dura dhe me të gjitha edhe familjet të jenë më prezente për të kuptuar, për ta menaxhuar, edhe pse ndonjëherë shkon përtej asaj që ata mund të kontrollojnë. Mirë, ne tani do ndalemi tek një tjetër tematikë, e cila është edhe përmbyllëse programit të ditës së sotme, por që është festuar, le të themi, nga kryeministri Edi Rama, sepse flet për realizimin e gjithë kapitujve që ka Shqipëria me Bashkimin Evropian, duke na çuar kështu më afër hapjes negociatave. Ne do të kemi një analizë për këtë me Gledis Gjipalin, i cili vjen nga Lëvizja Europiane në Shqipëri, i njeh shumë mirë këtë çështje dhe besoj që duhet parë me pozitivitet, apo jo Gledis? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, patjetër, sepse është një hapje e rëndësishëm, hapja e të gjithë kapitujve të negociatave, do të thotë që ne kemi përmbushur ato standarde paraprake për të nisur bisedimet për të gjithë kapitujt, por nuk duhet ta harrojmë që pjesa më e vështirë vjen tani, aq më tepër që Shqipëria ka një objektiv për të mbyllur brenda 2027-s, pra kemi 2 vite përpara, që do të thot një punë shumë intensive si në parafrim legjislacioni dhe në zbatim të tij, që është dhe pjesa më e vështirë. Megjithatë, Gledis, i kemi numëruar si ujë të pakët këto 35 kapituj, por kanë ikur shpejt, pra në vetëm 13 muaj. Kjo do të thotë që Shqipëria ka bërë mirë, pra ka bërë një punë të mirë duke realizuar dhe hapur këto grup kapituj në një kohë kaq të shkurtër? Po, patjetër, është një punë e mirë, është një kohë rekord, do të thosha, i hapjes. Kuptohet për fazën e integrimit që flasim tani në këtë 10 vjeçar, sepse ka eksperiencat më parshme, sigurisht dhe më të shpejta dhe më rezultative. Por vetë BE-ja ka hyrë një proces shumë të ngadaltë zgjerimi mbas Kroacisë së fundit 2013-ën, u bëm mbi 12 vjet tashmë që nuk kemi zgjerim. Prandaj në këtë këndvështrim është një ecuri e shpejtë dhe shumë pozitive për Shqipërinë. Ti thej që puna më e vështirë vjen tani, apo jo? Çfarë do të thotë kjo? Çfarë duhet, si do të vijojë, le të themi, procedura e përcaktuar nga Brukseli zyrtar për mënyrën se si duhet të punojë Shqipëria? Po, në radhë të parë është e rëndësishme për të patur parasysh që tani nuk ka më prioritet, sepse të gjithë kapitujt janë prioritet. Për 2 vite të gjithë kapituj do duhet të mbyllen, pra të gjithë kërkesat e bëra për secilin prej tyre do duhet realizohen, që do të thotë jo vetëm për afrim legjislacioni, por zbatimi i tij dhe ta provosh me fakte që ti po e zbaton siç duhet. Dhe kjo është pjesa më e vështirë. Hapat e radhës janë së shpejti mbas dhjetorit të këtij viti, ne do kemi testin e parë kryesor, që janë të ashtu quajtur piketat e ndërmjetme në grup kapitullin e parë, që kemi hapur të parin në tetor të vitit kaluar, dhe do të shihet se sa është realizuar gjatë këtij 1 viti e 2 muaj nga palat shqiptare. Nëse do të kemi një vlerësim pozitiv, atëherë jemi në rrugë të mbarë për të arritur atë target. Nëse do të kemi vonesa, do duhet patjetër të bëjmë rregullime apo të dedikojmë më shumë kapacitete administrative. Në fakt, bujqësia dhe kohezioni është grup kapitulli i fundit, një nga sektorët, për thënë të vërtetën, nga më të rëndësishmit që dikur kemi pasur, siç është bujqësia, por që edhe problematik, le themi, duke u diskutuar në për, le themi, ato hallkat që ai ka, bujqësia vetë ka ecur këto vitet e fundit. Do të jetë një grup kapitulli i vështirë për të mbyllur, qofshin për të parafruar legjislacionin apo edhe për të zhvilluar reforma dhe në mbështetje të saj? Po, është një kapitull i vështirë për 2 arsye. Para juve të përmendat është shumë i rëndësishëm. Kemi pjesë të madhe të popullsisë që merret me bujqësi që punon, po ashtu dhe zhvillimi ekonomik social i Shqipërisë drejt turizmit, lidhur me agroturizmin, ndikon që të ketë një vëmendje të veçantë mbi këtë sektor. Arsyeja e dytë është që është nga ato grup kapituj ku mund të negociohet për të pasur disa përjashtime apo disa toleranca në kohë që Bashkimi Evropian i jep, duke ditur që janë çështje të vështira. Bujqësia dhe mjedisi janë dy nga fushat ku të lejon të planifikosh dhe më pas antarësimit, sepse duhen fonde ekstra për të arritur standardet. Dhe këtu është shumë e rëndësishme se si do negociohet, dhe këtu ka shumë rëndësi për përfshirjen drejt për drejt të këtyre grupeve të interesit në negociata. Nuk e bën dot
qeveria qendrore as ajo lokale nuk kanë informacionin e duhur dhe shqetësimet që vijnë nga vetë sektori. Prandaj ka nevojë për një përfshirje të gjerë në këtë proces, nuk është një proces burokratik, është një proces zhvillimor i cili drejton zhvillimin tonë në 2-3 dekadat e ardhshme. Prandaj është shumë i rëndësishëm kjo periudhë 2 vjeçare. Ka edhe vende të tjera të rajonit që janë në të njëjtin proces si ne, Gledis, po në çfarë raporti janë, nëse bëjmë një krahasim, pra ose çfarë raporti jemi ne me ata në ecurinë që kemi patur deri tani, si e sheh? 2 vendet e para, Malizi dhe Serbia, cilat kanë hapur mbi 10 vjet më parë negociatat. Do thosha Malizi ka ecur në mënyrë më të mirë, më të qëndrueshme, ndërkohë që Serbia ka bërë hapa mbrapa. Dhe në këtë aspekt ne me shpejtësinë që po ecim jemi duke kaluar Serbinë, pra dhe kemi shanse shumë më të mëdha për t'u antarësuar përpara Serbisë, ndërsa Malizi mendohet që është disi përpara nesh, pra mund të jetë ai vendi i parë që antarësohet më pas ne, nëse çdo gjë do të shkojë mirë, kuptohet. E qartë, dhe Gledis, ndoshta e fundit për ta përmbyllur, kryeministri Rama përmendi antarësimin e Shqipërisë pa të drejtë vote. Si ju duket kjo ide? Mendoj se është herët për ta diskutuar, sigurisht që është një diçka që është hedhur në tavolinë. Kjo për treguar që Shqipëria është dakord bëj çdo sakrificë për të qenë pjesë e familjes europiane, por mendoj që është shpejt për ta diskutuar, sepse kërkon një dakordsim në gjithë institucionet, pra nuk është vetëm kryeministri që mund vendosi. A do ta përshpejtonte kjo, nëse do të funksiononte kjo pa drejt vote antarësimin e Shqipërisë në BE? Besoj se po, nëse do të pranojë dhe nëse nuk ka pengesa ligjore, sepse duhet parë dhe nga ana ligjore nëse është mund. Gjithashtu nuk është një fjalë thënë vetëm nga kryeministri, është artikuluar në fakt brenda Bashkimit Evropian diçka e tillë edhe për vendet cilat në një farë forme do ishte mirë sipas atyre që janë përfaqësues le të themi të institucionit që të mos kenë të drejtën e votës, kjo lidhur me sigurinë apo jo? Po, por është jo zyrtarisht gjithsesi, sepse duhet parë nëse traktatet e antarësimit e lejojnë një gjë të tillë. Është folur kryesisht për heqjen e të drejtës së vetos, jo të votës, që është një hap përtej, sepse të kategorizon në një vend. Po janë 2 gjëra të ndryshme, patjetër. Kështu që do duhet ndryshonte. Kategorisht 2 po themi brenda Bashkimit Evropian. Mirë, Gledis, faleminderit shumë që ishe live në mëngjes, edhe dhe opinionet e tua. Faleminderit, Gledis. Edhe për ne. Kemi ardhur në fund programit, ju falenderojmë edhe juve që shndruat me ne. Kjo ishte e gjitha për sot, bëni maksimumin tuaj, qëndroni të sigurt sot edhe nesër, duke qenë se parashikojnë rreshtet të dendur shiu, ne ju lëm takim nesër në mëngjes.